Tani të them drejtën, ky linçim i madh për te as fushës së blerë të futbollit, besoj që e kanë edhe serbët vetë nga ana vet, po ne jemi popull pak sa më i nxehtë dhe reflektojmë më ndryshe se sa ato në këtë drejtim. Gjithë pikpyetja është a do na shërbejë ne kjo për mirë në fushën e blerë të lojës, sepse fundja fare ajo për atë bëhet fjala. Pra, nëse ne do ta fitojmë ndeshjen, ne kemi mund në çdo drejtim. Nëse jo na kanë mund në çdo drejtim. Çado që të bëjmë ne jashtë. Pra, gjithë pikpyetja është a do na shërbejë ne gjithë ky entuziazëm, gjithë ky mllëf në thojza, gjithë ky agresivitet nga jashtë, pra edhe thjesht edhe interesimi i madh i nuk e di sa mijë qytetarëve tanë për me qenë stadium brenda, a do të ndryshojë kjo rrjedhën e lojës në fushën e blerë? Kjo është një pikpyetje e madhe që un kam ato bindjet e mia që ne nëse do të dim pra nga ana jashtme e tifozave, pra e njerëzve që do jenë në stadium, do dim ta menaxhojmë mirë këtë situatë, do ta ndihmojë ekipin kombëtar. Nëse nuk do dim ta menaxhojmë mirë këtë situatë, atëherë do na bëhet bumerang dhe nuk do na shërbej për objektivin kryesor, pra që ta fitojmë këtë ndeshje. Ti marrim ato 3 pikë dhe ta mundim Serbinë, se thelbi ky është, pra që ta mundim Serbinë ti marrim ato 3 pikë edhe për veten tonë, pra kryesorja për veten tonë, pra në shërbim gjithmonë të objektivit kryesor që është kualifikimi në kampionatin botror. Kemi një kundërshtar komplet tjetër, një kundërshtar që do vi besoj në Tiranë me objektiva të tjera, jo thjesht për të mbrojtur, por do vi të na sulmojë dhe ta fitojë ndeshjen. Duke pas parasysh edhe historitë tona. Pra një fitore e Serbisë ka shinesh në Tiranë do ishte një fitore e madhe për ata, jo thjesht për objektivin që ato kanë në kualifikim, po thjesht edhe për historinë mes dy vendeve. Kështu që në këtë aspekt ne na pret një ndeshje komplet tjetër. Kemi përballë një skuadër, është e 30 në rang botror. Është një skuadër që vlen rreth 300 milion euro, ka shi 95-100 milion ershit të skuadrës tonë, pra duke e marrë nga ana e përbërës lojtarëve, pra e vlerës lojtarëve që ne kemi, e kualitetit. Megjithatë nga herë shumat nuk kanë të bëjnë fare, pra janë dalin jashtë çdo moduli të parashikimit të ndeshjeve. Në një ndeshje të tillë luajnë faktor të shumë të rol, pra në objektiv, në fitoren e ndeshjes. Kryesori është që ne do të kemi atë qetësinë tonë dhe do të jemi të shumë të sigurt si skuadër në aspektin mbrojtës, sepse ato kanë kualitete që të rrezikojnë një skuadër fizike që luajnë fizikisht shumë fort, luftojnë dhe kanë një skuadër stabile. Pra e kemi parë vitin e fundit, unë e kam ndjek atë skuadër dhe ka shi skuadrave më me emër si Portugalia, Zvicra që i kanë fituar ato ndeshje. Pra një skuadër relativisht e fortë. Dhe në këtë aspekt ne na pret që duhet bëjmë maksimumin ton, pra të jemi të vëmendshëm në çdo minutë, në çdo sekond të ndeshjes, qofse duam ta kalojmë me sukses.